Tani kryetar, kur kërkohet fjala për procedurë, duhet jepet me njerë. E kam kërkuar për procedurë që tek pyetja e ministrit. Tani ju na kërkoni ne të zbatojmë rregulloren, dhe unë përpiqem ta zbatoj atë rregullore. Ju nuk përpiqeni as të respektoni minimalisht deputetët për cilën ju e keni detyrë edhe për shkak pozicionit që keni. Kur kërkohet fjala për procedurë, jepet për procedurë. Dhe nuk gënjehet që do ta jap tani e do ta jap më vonë derisa të mbyllet seanca. Unë bëra një pyetje dhe ju kërkova ju që të më shpjegoni, e ka të drejtë rregullore ministri që mos të kthej përgjigje sipas qefit? Dhe e dyta, dhe përsa i përket tyre rregullorëve që ne na kërkoni, që mos reagojmë dhe i referoheni vendeve të botës, kur ju të më gjeni një vend tjetër të botës që në parlament zëvendës kryeministri është i pandehur, atëherë ne do bijem dakord me atë çfarë merrni shembull ju në të gjithë botën. Reagimet tona janë më se normale, sepse jemi në kushte anormale. Çdo anomali që ndodh këtu vjen si rrjedhoja e anomalitetit që është krijuar në parlament. Ne nuk kërkojmë asgjë tjetër përveç se të bëjmë debat dhe diskutim, por nuk mund të tallemi me ne që të vim këtu dhe t'i bëhet siç bëri zonja më përpara, që e mori gjithë opozitën me radhë dhe ne të flasim se ndërhyn nga vendi. Zoti Manja ishte Sali Berisha këtu, hoqi xhaketën, nuk pati përjashtime. Pse ju kur reagon opozita, kur reagon opozita, duhet që t'i përjashtoni. U çuan të gjithë deputetët atë dite. U çu zoti Balla, u çuan të gjithë kur po fliste zoti Berisha dhe ne as nuk kërkuam që të përjashtohen, sepse parlamentet në të gjithë botën i njohin këto debate. Se ne po të ishim gjithë dakord, ishim me një anë. Por shkak se si jemi dakord, bëjmë debate. Po këtu hajde se po u prek, po u tha një fjalë në këtë parlament për Belindën dhe Edi Ramën, qamet i madh. Këtu çfarë si thuhet opozitës? Gënjeshtar, mashtrus, kjo ajo, lefen, asnjë gërm nuk nxirret. Asnjë fjalë nuk nxirret nga ju. Dhe kjo është e padrejtë dhe e pasinqertë. Prandaj ju kërkoj, atë rregullore ta zbatojmë njësoj për gjithë. Jo vetëm për njërin dhe për tjetrin. Dhe hiqini ato kërcënimet se mbyll seancën. Merruni me çështjet konkrete. Kur të na jepni një shembull në botë që zëvendës kryeministri është e pandehur, atëherë ne do t'i përgjigjemi atyre shembujve që kërkoni ju të merrni nëpërbot. Faleminderit. Në botën